Përshëndetje miqtë. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dikush kërkon të sqarohet me ty. Pra, kush është ky person që kërkon të sqarohet me ty? Po. Dikush kërkon të sqarohet me ty. Kush është ky person që kërkon të sqarohet me ty? Ky është një person që keni pasur dhe keni një histori të gjatë. Jeni të dy bashk, jeni larg dhe keni një histori të gjatë të rëndësishme. Ky person do të sqarohet me ty sepse është larg dhe ka kuptuar tek ty diçka që e ka mërzitur shumë sepse është i trishtuar nga largesa jote. Ti je kjo mbretëresh e shpatave, e cila je e mërzitur në këtë moment me këtë person. Ka keni mosmarrëveshje. Dhe kulla juaj në këtë moment ka marrë një krisje. Jeni shumë të dashuruar, keni këtë histori të fortë dashurie në definitiv, këtë energji, këtë pasion, këtë emocion të fortë, jeni të mbrojtur nga ky angjëll mbrojtës. Prisni një lajm, një vendim që të merrni me njëri tjetrin, merrni një vendim të drejtë për ta zgjidhur këtë historinë tuaj, këtë problem që keni. Jeni të rrethuar nga njerëz jo fort të mirë. Një person ju ndihmon në këtë histori, pra ai ndikon shumë tek pjesa pozitive e kësaj historie dhe kërkon një sqarim midis të dy palëve. Ushtari i monedhës më tregon që kjo historia juaj do të zgjidhet, por do pak durim, do pak kohë, sepse çdo gjë është e sigurt. Por do të bëhet me ngadalë. Kush është ky person dhe me kë shenjë të horoskopit mund të rezonojë? Me Luanin, me Peshoren, me Vigjoreshën, me Britqapin, me Gaforen, me Shigjetarin, me Binjakët, Akrep, Ujor dhe Dert. Kurse me Gërmat mund të rezonoj me gërmën Y, D, N, V, Sh, A, H, I, Z, J, E, Q dhe gërmën T. Faleminderit shumë, miqtë mi.